A më dëgjon babi im nëse unë i thëmë bab urime festa e Bajramit. Pikëzimit madh jetimi kër i tha nana dhe ti ki me shku me falë namazin e Bajramit në xhami nuk e zuni gjumi të natën. Këta nuk e zuni gjumi pikëzimit se kanë me pa shok nesër kër shkojnë në xhami që edhe unë jam aty. E nanën e shkrejt nuk e zuni gjumi pse nuk patë rroba të reja me able si kërkej. Murja lajti rroba që i kishte vesh të një javë në shkollë edhe po ja thanë për mi shparet të natën të paktën me qume rroba të lame e me gëzimin më të madh duli jetimi po ja kap dorën këti agjit po shkan në xhami po ndëgjon ligjeratën i koncentrum edhe hoxha gjatë asaj ligjerate po thot kujtoni edhe të vdekur i tuj me lutje edhe me sadak e këtë buzë të ti për shëritëshin o Zot më shiroje babën tem kur erte hoxha i tha hoxha fëndi urime qovë Bajrami deshta me të vetë diqka a më dëgjon babi im nëse unë i thëmë bab urime festa e Bajramit e kam nërdhej babin. Atëherë më dalë hoxha edhe ndali këtë gjematin. Tha sot du të bojmë Bajram të gjithë me këtë fëmijë. Ama duhet mu lonë një jetim, mu kujtu vetëm në ditën e Bajramit,